gjërat që na ndodhin, a janë të caktuara? Gëzimi, mërzia, pikëllimi, trishtimi, të mirat, të këqijat, apo vetëm ndodhin ashtu? Çdo gjë është e caktuar nga Allahu. Caktimi i Allahut është që çdo gjë të ndodh ashtu siç ndodh. Dhe ne duhet të besojmë në të. Ti si besimtar nuk e din të ardhmen. Nuk e din çfarë është caktimi i Allahut. Po kur të ndodh gjërat, e din që ashtu ka qenë caktimi i Allahut. Kjo ty të ndihmon që po të kesh bindje të thellë në caktimin e Allahut, të ndihmon ti përballosh sprovat e dunjas. E din që kanë qenë caktimi i Allahut dhe nuk mendon më gjatë për to, po mendon se si ti i kalosh ato. Dhe kjo të ndihmon po ashtu në shëndetin tënd mendor. Të ndihmon shumë, nga se e din që ka qenë caktimi i Allahut gjërat që të kanë ndodhur. Mendon se si ti përballosh ato, si ti i kalosh ato. E jo të ndalesh to dhe të kesh depresion dhe kesh gjëra që ta shkatrojnë jetën. Por ti si besimtar beso se çdo gjë është caktimi i Allahut dhe nuk mund të ndodhë në mbretërinë e Allahut subhanahu wa taala një gjë pa ditur ai apo pa caktuar ai subhanahu wa taala.